Dhe ja ku jemi rikthyer sërish në studio, miq të dashur. Me ne në studio sot kemi edhe kolegin ton, i cila do të na tregon mbi vendet të cilat ka vizituar gjatë ditës së djeshme, në fakt ka qenë gjatë gjithë ditës në terren së bashku me kolegët tjerë, të cilët kanë bërë një punë të palotshme, kanë vizituar pothuajse të gjitha ata të prekurit, të gjitha lagjet e banuara, të cilat kanë qenë më shumë të prekura, por edhe ato më pak të prekura për të parë dëmet dhe për të parë nevojat e njerëzve për të shfaqur atje dhe ku duhet. Mirëmëngjes Miladie, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes Vida, mirë se u gjetëm. Faleminderit që përkundër lodhjes së tepër që ke pasur ndoshta gjatë këtyre ditëve derisa ishin përmbytjet, ndave edhe kohë të vish në mëngjes të tregojmë shikuesve tanë së bashku se çfarë gjithçka ke parë dhe çfarë ke përjetuar në vendet të cilat i ke vizituar dhe vlen të tregojmë se derisa ne do të bisedojmë me Miradie në studio, ju miq të dashur do të keni mundësi të ndiqni nga ekrani televiziv të gjitha pamjet në fakt që ka arritur kamera jonë t'i kap derisa kanë qenë në terren. Na trego pak cilat vende ke vizituar së bashku me kolegen Arbanën, nëse nuk gaboj. Ashtu pra Vildan, ne ishmi me Arbanën në terren gjatë gjithë kohës, dje për të shikuar lagjet përveç Hasanbegut që ishte më shumë i vërshuar, do të thënë ne ishim edhe në lagje tjera në Shkup, ku kryesisht pam që lagja Serovës ishte shumë e vërshuar, megjithatë edhe pse nuk ishte atje viktima, po drumet e këtyre shtëpive, do të thënë të banorëve të lagjes së Serovës ishin të mbushura me ujë. Ja tani kemi edhe pamjet, mund edhe t'i shohim dhe t'i komentojmë së bashku. Kjo është në Seravë, po? Ashtu. Kjo ishte në Seravë, ku edhe këtyre ju kishte mbushur podrumi shumë me ujë. Edhe ishte interesant në Serovë se edhe na panë që jemi ekipi Televizion 21, të gjithë njerëzit dolën që të na thrasin eja të shtëpia jonë që të gjirojnë, sepse vërtet ishte shumë pamje trishtuese që i pam atje në Serovë. Përveç në Serovë keni qenë edhe në vendet e tjera, nëse nuk gaboj, cilat kanë qenë vendet cilat keni vizituar? Vendi pas Serovës ishte, pam edhe në Lisiqe, shkuam edhe në Lisiqe, atje ishin ku banorët e Lisiqes, ata u ankonin se ishte një kanalizim atje i hapur dhe ishte duke ndërtuar një urë. Dhe shkakja atyre, do me thanë prej rreshjeve të mëdha të shiut, të gjithë ishin vërshuar shtëpit e tyre, kishte shumë baltë atje, dhe ato ankojshin që nuk kishte dalë askush t'ju ndihmoj, edhe pse kishin kërkuar ndihmë edhe prej komunës. Sot ankesa për mos ndihmë nga ana e komunës dhe nga njerëzit kompetent për këtë. Sa ishin të hapur për të shfaqur problematikën e tyre, sepse dim se zakonisht dinë dhe të ikin nga kamera, i dim ne problemet me të se ndoshta mund dhe të ballafaqohemi në terren dhe sa ishin të gatshëm të flasin dhe të shfaqin problemin me cilin ballafaqohen. Kisha me veçu këtë terrenin e fundit, do me thënë të djeshit që isha në për terren, shumë ka dallu prej terreneve tjerë, sepse njerëzit të ngurojnë nuk flasin para kamerës, kurse kur ka ndodhë kjo vërshime, të gjithë njerëzit na kërkonin e atë ne, të gjithë donin të flasin, të tregojnë problemet e tyre, me çka ishin ballafaqu dhe shumica prej tyre kishin mbetur tërë natën zgjuar, duke i hequr ujin prej shtëpive në fakt, pavarësisht a kemi pasur përmbytjen për shtëpitë tona apo jo, kryesisht natë, shumica dhe kemi qenë zgjuar, të gjithë kemi qenë ankthë, ndoshta nga ajo çfarë ndodhte gjithë asaj nate, edhe vlen të tregojmë shikuesve tanë se numrat tanë 2014212 2014220 janë të hapura miq të dashur dhe të gjithë që mendoni se keni për të shfaqur diçka për treguar, diçka lirisht na paraqiteni, ne jemi këtu për ju, siç edhe potencoj vazhdimisht ekipi jonë janë në dispozicionin tuaj. Sa e kishi problem Miradie ndoshta për të kaluar me ekipin në përvendit të cilat ishin prekurat përmbytura? Problemi ishte shumë, se kishte shumë baltë, kishte rrugës, kishte edhe ujë ku nuk mundemi të dëpërtonim, mirë po me ndihmën edhe banorëve, arritëm që të marrim, të inqizojmë, të shohim hallet e tyre me çka ishin ballafaquar. Gjithashtu kisha me cek edhe terrenin që ishmi në Treshev dhe Smilkovës. Atje ishin shumë pamje trishtuese të gjitha ata që i kishin mbjellur, do me thanë, të mbjellurat e tyre ishin dëmtuar që nuk u pa asgjë më prej tyre. Pastaj dhe më trishtueshme është ajo se në Smilkovës kishte të viktima, do me thanë ishin 2 viktima dhe në Treshev 3.
me qka i pam dhe vetë familjar që rëfenin se si kishte ndodhur, njëri prej tyre nga tregoj se kishte qenë agja i ti me bashkë me nipin, me thënë me djalin e ti, kishin qenë në arë, në fush, do me thënë duke punuar, kur e kanë pa atë shiun e madhë, kanë thënë eja të shkojmë në shtëpi, ka thënë ndoshta do të ndalet. Mirë pa jo nuk kishte ndodhur dhe ato kishin bejtur atje, me qka e kanë humbur vetën jetën. Po, e kanë humbur jetën. Do të thotë në Treshev ishin 3? Në Treshev ishin 3, do me thënë një grua më shumë. Ndërsa në Smilkovë? Në Smilkovës ishin 2, ku në Smilkovës ishte shtëpia ju kishte rënuar dhe kishte zëna e shtëpi nënën dhe vajzën e saj. Në rastet të cilat edhe prekim për të cilat edhe shikuesit tonë kanë mund të informojnë edhe përmjet lajmeve të cilat kanë ardhur në vazhdimësi në televizionin 21. Çfarë tjetër keni hasur, diçka ndoshta që për momentin jemi në cilin vend, kjo ishte Serova dhe vetëm pas pak nga regjia do të kemi mundësi të shohim edhe pamjet të tjera, të cilat do të kemi mundësi edhe të komentojmë së bashku këtu në studio. Çfarë i prekte më tepër banorët? Çka frigoheshin më tepër? Frigoheshin më shumë, do me thënë, të shpëtojnë jetën, të shpëtojnë familjet e tyre. Kurse për dëmet materiale shumica thonte se nuk është më rëndësi, sepse ato bëhen, riparohen, mi për jeta njeriut nuk thehet. Bile në ditën e vërshimeve, do me thënë të shtunën mbrëmje, isha unë atje në Sërav ku vetë bëja incizim me telefonin tim celular dhe shumica prej tyre, do me thënë, një shtëpi ku ishte vërshuar, ku kishte atje ujtë në atë shtëpi, të gjithë të asaj rrugë, do me thënë, të gjithë fëqinjet dilin të ndihmonin. Kështu vepronin deri në mëngjes, kishin vepruar, ku kishin shpëtuar në disa shtëpi, grupe, sepse vetë familja nuk mundet të përballojë. Patjetër që një njeri nuk është një sikur kur bashkimi e bën fuqi, nuk thuhet kot, dhe në momentin që mblidhen njerëzit, edhe kjo është njëjtë në Serava, po, edhe kjo pamje. Dhe gjithashtu edhe disa njerëz aty na tregonin që atë motorin që është për ta hequr ujin prej brenda, nuk guxonin ta lëshonin sepse i njëjti ujë po u kthente në kanalizimin prap dhe përsëri kishte, domethënë, u kthente uji dhe për atë thonin se nuk janë guxuar ta lëshojnë natën atë motorin që mos krijohet më shumë. Ku e keni hasur këtë ujë të tillë? Kjo është në Serov. Edhe kjo në Serov. Në Serov. Serova e prekur, si duket, sa i përket e lagjës së Gazibabës, keni qenë edhe atje? Edhe në lagjën e Gazibabës, mi po nuk takuam disa që... Jo si këto? Jo, si këto jo, më pak. Mirë po edhe vetë banurët ato thonin se gjithëherë të ato ka vërshime, edhe të ato. Kurse pastaj prej në Gazibabë vazhduam në Butel, ku në Butel i takonim njerëzit duke pastruar rrugën. Pyetëm nëse në përshtëpi ka pasur dëme, diqka, nuk hasëm në John Kennedy? Në John Kennedy, atje nuk kemi qenë, mirë po u informuam se bodrumet e banesave, ndërtesave që janë në John Kennedy, edhe atje janë të mbushura. Me qenë se kemi pasur edhe kronikat e tjera ku kemi shkuar gjatë vërshimeve tjera që kanë qenë, mi po më të pakta, edhe atje ka pasur rastet të tilla që edhe ishte bartur edhe druri në mes të rrugës. Po. Në Dijonska? Keni qenë edhe në Dijonska? Jo, në Dijonska, për shkak se tereni, do me thanë, koha na shumë e kishmi të kufizuar që të kthehemi këtu. Po, për të shfaqur të gjitha që... Nuk do të thotë që nuk do të shkojmë në Dijonsk dhe të vizitojmë ata shtëpi, të shohim se cilat shtëpi kanë pasur dëme në për shtëpit e tyre dhe pse ka ndodhur ai vërshim. Se shumica po ankohen se në për kanalizime po ndodhin, prej kanalizimeve, për shkak që kanalizimin nuk e kanë të mirë. Ankohen se gypat janë shumë të vogla dhe për atë shkak po ndodhin këto që ndodhen. Fatkesi që po ndodhin. Në rregull, Miradije mos të mbaj më tepër, sepse i di që tashmë është koha kur duhet të organizohemi dhe të dalim në teren. Unë të falenderoj shumë që ndave këtë kohë, sa do e vogël që ishte, për shikuesit tamë për të shfaqur deri tek ata të gjitha vendet që ke vizituar dhe në fakt përvojën të nde dhe atë se çfarë
ke parti gjatë kerineve që i kemë. Ashtu, pra faleminderit shumë edhe për te Vildan, unë mundova sa do pak të tregoj të tjerëve, domethënë me atë se çfarë kam parë dhe çfarë kam takuar në terren, shpresoj që kjo të mos ju ndodhe më askuj. Faleminderit shumë, Faleminderit shpresojmë për ju. gjithashtu. Tash miq të dashur, le të ndjekim një kronik të radhës dhe vetëm pas pak do të jemi në studio me Sait Saitin nga Kryqi i Kuq.